Lajmi trisht për aktoren Ema Andrea, zemra e vëllait binjak të aktores, ka pushuar së Rauri. Burime bëjnë me dije se ish basketbollisti dhe gazetari sportiv Enea Andrea është ndarë nga jeta në moshën 55 vjeçare pas një ataku kardiak kur po stërvitej në palestër. Si basketbollist, Enea ka luajtur me ekipin e Dinamos rreth viteve 2005, ndërsa gazetarin dhe komentimin e nisi më vonë. Ai ka komentuar pikërisht ndeshjet të basketbollit, NBA dhe Euroligës. Deri më tani nga vetë aktoria nuk ka ardhur asnjë reagim, ndërkohë që kjo humbje e Eneas ka lënë në dhimbje të thellë familjar, miq dhe koleg që ai pati të shumë gjatë jetës së tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.